24 vjeçaria vret partnerin në gjumë me thik kur mësoi se i kishin mbaruar parat, thiri policin dhe i tha se e qelloi. Një 24 vjeçare u dënua pasi vrau me thik të dashurin e saj në gjumë. Agjencia Qendrore e Lajmeve të Skocisë, një grua në mesin e të 20-tave, tha se një grua në mesin e të 20-tave me flokë të gjata bjonde dhe bluzë bardhëzi ecën jashtë Agjencisë Qendrore të Lajmeve të Skocisë. Dion Christine do të dënohet në gjykatën e lartë në Glasgow në maj. Një grua e re është dënuar për vrasjen e të dashurit të saj me thik, ngjarje ndodhur në banesën e saj në Falkirk. Dion Christine, 24 vjeç, goditi Xhevin Haik në gjoks me thik në qershor të vitit 2022. Ai njihej nga policia si shpërndarës droge. Gjykatës ju tha se nëna e 2 fëmijëve kishte qenë 12 javë shtatzan me fëmijën e tij në atë kohë. Ngjarja ndodhi në dhomën e gjumit të banesës së strehimit Kristin, kur ajo dhe i dashuri i saj ishin të dy 21 vjeç. Thika për të cilën ai thuajse mbante në ripin e tij gjatë gjithë kohës për mbrojtje, i përshkroi zgavrën e krarorit dhe i shpoi zemrën. Gjykata dëgjoi se Kristin kishte pritur disa minuta përpara se të telefononte policin dhe menjëherë fajsoi të dashurin e saj. Ai tha operatorit: "Ai po përpiqet të më keq trajtoj mua, më ka kthyer të gjithë shtëpinë dhe më ka nxjerr një thik të madhe. Ai ka një shenjë thike pikërisht në gjoks." Kur policia mbërriti, Kristin u tha atyre se ai kishte goditur veten me thik. Prokurori çështjes tha se Kristine kishte goditur me thik nga zemërimi sepse nuk kishte më para. Gjykata gjithashtu dëgjoi pretendimet se Kristin kishte qenë më parë i dhunshëm ndaj tij duke goditur me thik në këmbë, duke i prerë xhaketën dhe duke i prerë shumicën e rrobave. Gjykatësia Lady Pole tha se deklaratat e ndikimit viktimës treguan se familja e tij ishte shkatëruar nga humbja e tij. Ajo tha se megjithse sipas provave ai bëri një jetë të pafajshme, ishte gabim që ai vdiqi aq i ri pasi u godit me thik nga Kristin. Nëna e Xhevin, Karen Mears, 49 vjeç, tha se vendimi i gjykatës do të thoshte shumë për familjen. Ajo ka qenë e lirë për 2 vjet e gjysmë pasi vrau djalin ton dhe tani më në fund një përbindësh është futur në kafaz. Edhe policia e Skocisë e përshëndeti vendimin. Ata thanë se shpresojnë që kjo sjellje është një lloj ngushëllimi për familjen dhe miqtë e Xhevin.